Familja Hajdari nga Ferizaj dhe ajo Aslani nga Reçaku i Shtimës u bën me shtëpi të reja fal shoqatës humanitare Fenix dhe rrjetit të marketeve Eliap nga Ferizaj. Drejtues të shoqatës humanitare Fenix thanë se pa ndihmën e njerëzve vullnet mirë nuk do t'ja dilnin t'i gëzojnë këto familje në prag të festës së Kurban Bajramit. Sot janë dy gëzime, sigurisht e dini që edhe Bajrami është në tonën. Me të vërtetë shembull, Eliabi ka bën një punë shumë të madhe. Këtu ka investuar Eliabi edhe në Ferizaj që për rruma të shtëpi, po edhe në këtë familje këtu. Këto dy familje i ka përcaktuar vetë Eliabi, është i bën 6 shtëpi me neve. Kjo është shtëpia e tretë që përshëm të Eliabit, edhe 2 afër janë, e treta ka me filluar në Ferizaj, të cilën me të vërtetë aty kanë zgjedhur një familje shumë në gjendje të vështirë, të dytë janë me kolica, edhe burri edhe gruaja. Ato nuk kena filluar ende, por sigurisht do të fillojmë ato së shpejti. Dhe unë përshëndes Basien me vllazën, i cili ka kontribuar shumë për këtë kategori, shembull që janë gjendje shumë të vështirë. Edhe familjet përfituese u shprehen mirënjohës ndaj donatorëve, duke thënë se me mjete vetanake nuk do të mundnin të ndërtonin asnjëherë shtëpi. Je shoqata e Fenix që na kanë nuk shtëpi, falenderoj krejtëve. Se më kujt tash mas shokët. Ku keni jetu deta? Të tash kemi jetu të vllave, të në Krajisht. Edhe veç Veç në dhe një qike kam, po qike në këmë ato, qike djali kam. a bani me sociale? Po të borët që të ka pa. Si po ndjeni sa që Po që shepën dhe një mirë. Qysh po ndjeni sa që jeni bërë me shpitri? Shumë mirë. Jemi kënaqur shumë. E falenderoj Eliabi dhe shoqën Fenix. Me donatorë. Sa antar familje jeni? 4 antar. Edhe a keni najtar të rej, jo? Kemi ndihmë sociale. 75%. Drejtues të Fenixit bën të ditur se së shpejti do të përfundojë edhe shtëpia e 15 në fshatin Zllatar. Ata pretendojnë që këtë vit ta mbyllin ciklin e ndërtimeve të shtëpive solidare me 190 shtëpi, që nga fillimi i funksionimit të kësaj shoqate.